unë si gjithë fshatarët e fshatit Sfitën, që për mytna të paktën ka 10 ditë që uji ka net në masën 80%, me fjalë pa thith fare pompat. Të edhe dalin edhe mashtrojnë faktikisht, se thonë janë po thithin pompat, po unë vjen një herë mas herët nuk e parcela. Edhe nuk funksionojnë. Ato punojnë 3 orë, 4 orë sa më na rrejnë e ditën, natën i fikin. Sa ato po të nizin këta pompa faktikisht me një pompë ujë. Një pompë ujë, më një pompë ujë që morrim në ujë ke shtëpia, bo me lënë 24 orë si thonë ato, kjo shterët. Po këto nuk duan me punu vetë. Këto e bëjnë prej natit, se na jemi edhe djathtë në faksi zonë, edhe e bëjnë prej natit. Gjithsesi, mu më ka përmyt 10 dëlim jonësh. 4 dëlim që i kam marrë me shira, 6 i kam të mijat. Edhe ato janë 0 jonëgja. Po çfarë ke bën me bazë ushqimore drejtorisë? Po s'kam ku pra thash që e ka përmyt. Po E ka përmyt kompleta nuk bëhet më. Si le pushtet më as vendor as shëndror, po kur mër ka 8 vjet pushteti shëndror as vendor nuk i ka rënë mend se jemi kun mër. Shathuti mër, shathu nuk ekzistojmë na për pushtetin shëndror as vendor. Jo veç shtëpit në mër e treshi, që janë djathtë. Po tonë Shqipëria, mër tonë Shqipërisë, mër kush ka sy me po, sy në ball, e shef se çfarë të bën. Tonë Shqipërinë mëne. E dele thotë se ka rashi më shumë. Nuk ka pas pru për çdo herë që ka rashi për mytja, ka qenë proj domethënë me kamionin, kurse këtë radhë nuk ka as trubullu ujë se ka proj. Edhe thotë ka pas rreshe shumë të forta. Dhe më na thanë neshet pak të jetojmë këtu. Rreshet kanë qenë më të dobta, kanë qenë më timta, një fjalë se jo me kriju këta, po këto kanë bën me kast për ta përmyt poplin shqiptar, jo vetëm Sfitën e këta, po tonë Shqipërinë ma mërmenja, vetëm me kas të banë që të bojnë presion, të bojnë sa më të varë për poplin, të rrej me 5.000, me 5.000 lek, e jo me 50 për shembull se po pat. Këtë ra nuk do t'ja dalin. Mendoj se jo, po poplin to e kanë metoda zonja deputete, këto e kanë metoda, këto. Sa dylim tokë keni në pushtetin e Kam 13 dylim tokë. 13 dylim tokë. Kjo sistem si kemi sot duhet në rrusë e zban, një herë e para. Se nuk ka vonë kushtorë më dhe, sidomos të 8 vjetë e këne kemi pas vetëm gjithë një të hecin djetra. Të hec të umit nuj, vazhdimisht të umit nuj. Kur e kam bo stallën atëherë, e kam bo dhe mek se po vinë kalamajt e mi e punën Nga këtu. emigracioni. Ato nuk vinë tash se nuk kanë që veç marrë më umit nuj, se këtu s'kanë që qarve bo. Sepse gjithë investimi ka shku kot. Për çdo vit mill e mos kot. Dhe nga kot, qumë që se e kishëm dhe të të lopë për para. Me 350 litri qumë, si të asni subvencionim nuk e të shteti. Pak si litër ujë. Ma pak si litër ujë. Një fjallë të me thënë, si me thënë ti, 350 lek kilja tamlit, 1000 lek kilja ujtë. Që nuk ja vlen Ashtë e vërtet, 2 pagure, 500 gram që bë 1000 lek. 1 kilje tamlit bën 350 lek, edhe ato nuk i mërshëm, e nuk kishte subvencionim, nuk kishte asnjë gjë. Qa të ardhur është ke, Nikol? Të ardha kam pensionin. Vetëm me pension? Një muin kalamajt ka pak. Bisnesin, unë e kam mill bisnesin se nuk heci mo. Se unë e kam pas në lopë për para. Për para, pas e këtheve në Pulari. Ja qova një shoku me qira edhe, ati nuk heci, që demek se për i shtoj vetë, i mbajta 150 copë. Ato ngordën të gjitha. Njëri gjallë nuk ka këtu. Me boj vlerësim dami që nesët marrë dëmë shpërblim? Asë një vit, jo mos i mjetë, asë një vit. Në rejmë shatër si shumë, sa përshin mund tjetë. Shtu i gjithë zona jeton vetëm me përsimi vlektori, të ardhur e tjera nuk ka. Me pension 150 lek vjetra. Si laqë. As i laqë nuk dali, kemi shku këtë spitali për të ditë, e për të muj, i plemi laqë me lek. Gjitha gjona. I shollë në rishon kjo, është mirë me ndryshu. Pa tjetër, Se nuk hes më është tepër. jetike për Shqipërinë e Shqiptarë ndryshimi. Nuk hes më Largimi e tepër. Edi Ramës është jetike. Nuk bën as 1 milimetër për para mo, vetëm mbrapa. Si që po shikoni dhe filmojnë edhe kamrat, ka 10 ditë që uj shëndron mbi 60-70 cm uj në tokat tona. Edhe unë si gjithë tjetë, edhe unë kam bjellë, 7 dilime gjysë grur, i përmytur, nuk dihet fati i ti, unë agronom jam dhe dëshira ime do t'ishte që ai grur të shpetoj, në qofë se uj do t'iki maksimumi për 28 orë nga ki moment që flasim. Besoj se do shpetoj, por prap i bindur qam se të reje ujë 10 ditë mrena, sa do bi me egër që është gruri, nuk do i rezistuj se ka munges totalit oksigenit. Jo, nuk kemi që të flasim tani, se aja është mjeshtër i malë, është mjeshtër kardinal, sepse flasim drejt, hapun, një kryeministër i venit, që të më shkuj me tuta sporti, me atletike në Bruxelles, para 7 kryeministër më të mirë të Evropës,
dhe të parashitet me tuta sporti si me qëndër e vreshte, nuk ka nevojë se e kemi marrë biografinë. E kena marrë biografinë. 14 dilim janë. Mhm. 5 dilim e gjynë si kam mëllej, si janë këtë në lujtë. Dere më ram, unë kam dalë me varë, kam varë në shpi, kam finë pak 500 metra ma ne kam. Dere më ram kam varë mas shpije si kam marrë, kam dalë të pa. Pjesën tjetër e kam kështu, zërzavate, sallate, këto, që merë me bujësi. Unë jam veti nanti. Sepse jeton me bujësi Po, realisht. jam Veti nanti që pritni vetëm vetëm nga bujësi. bujësia. Vetëm bujësi. Baba është pension, një pension si nuk punon që tjetër korporativ, 70.000 lekë. Nuk e në gjënë konë bërë. Nuk ka ardhë, po edhe ku gjëse vinë, si tje kam po, po s'po me ne, ma nga komuna, po vinë atë ku nuk ka ujë. Vinë atje ku është shpafat të stratë. A ju sollën gjë, ju Ja, s'ma fjallë. nuk mbështeten Shkojnë atje ku ju nuk ka... premtun diçka. Shkojnë atje ku nuk ka ujë, sigur tha ky, vinë me kollare. Thjesht për propagandë, për dalin foto, Vinë me për bëjnë kollare, video. për mos e pa se ka ujë. Edhe kur dalin media, në televizor, të qeverisë, emri i spitit të Treshtit nuk përmenet, thu se këtu nuk ekziston, nuk është ekziston në hart hartë, nuk fare. ekziston spitin e Njësi Tresh, administrative, fare. nuk ekziston. Çfarë Papiri im është të paktën ujtë, kanalet e dyta, tretat janë nuk ka vënë dorë kur më ta. Edhe kolektori nëse na pastru, se unë bie shpesh nga bregu i detit, na pastru nga, si them, ura e lymit e deri tek hidrovori. Aty sipër nuk ka pastru fare. Edhe kur pastrojnë kur është maksimumi i ujit. Nuk pastrojnë kur ka ujë pak kanali, hekin kashtin, pastrojnë vëtër, pastrojnë një anë kur vjen përmytja. Apeli im është që paktën këto gjithë banorët e Splitit, nëse uji nuk i përmyt tokat, paktën në 30%, 40% mënyra jetesë është më mirë. Sepse gjithë këto, si na sheftuar, tjerë se s'kan ardhur, të gjithë presin nga tokat, nga bujësia. Absolutisht. Sa kohë ka që tokat tuaja të përmbytura? Tokat tona ka të paktën një muaj që kanë fillu përmytjen nga viti 2021 e deri më sot që jemi me datën 27, përmytjet kanë arrit 3 raste. Në rallën e parë kanë 3 ditë, në rallën e dytë kanë 11 ditë, kurse tani po bëjnë 2 ditë, edhe nuk e dihet se sa do të shkoje, se mund rrinë edhe 3-4 ditë tjera, edhe nuk e di mi herë shkon komplet muaj, shkon përmytur në ujë. Këto tokë të gjitha të mbjellura me grur? Të gjithë janë mbjellur me grunë me jongjë, edhe të gjithë fshatarët me jongjë, të gjithë fshatarët tu e kanë uzdajnë ke kjo tokë. Edhe po bëhen vite që na të paktën 6-7 vite që kjo tokë nuk i kemi marrë asnjë lloj prodhimit. Edhe taksat i kërkojnë, edhe na nuk dim se ç'a t'japim taksa, që këtu zehen ta spesh, këtë zon pesh paktën i paguajmë edhe taksat, po edhe taksat s'kemi ku t'i marrim lek, sepse na këtu kemi uzdajnë ke kjo tokë. Bashkia ka një mjet të cilin për pastrimin e kanaleve, a keni pa ndonjëherë që të punojë në kanalet kulluese? Me thënë drejtën, se duhet me fal realitetin, bo marrë mu shun ke kanalit e para më të onë, e ke vetëm ka 10 metra ka pastru, me gjithë ata unë do të shënjë që se ju e prenoni, 10 metra ka pastru, komplet e ka kalam. Llogaritë e vesh atall me kanalet e para, me dyta se treta zma t'jallu, bon 5 vjet, 6 vjet, se s'janë hap fare. A jeni ankuar për përmbytjen e tokave të vazhdueshme, sepse përmbytjet do ndodhë vazhdimisht, a jeni ankuar? Ka rënë vesh shurdhën sepse Rama nuk merret me ne, se nuk i intereson. Rama duhet mu marrë me atë mafjet që i kanë dalë ky skandali tjetër tash me mafjen italiane bashkë me kryetarin e bashkisë, se nuk merret me ne, na imi fundrina për ata. Edhe del pa piktur dhe thot partia se mos se shani Partinë Socialiste. Na s'kim punë me Partinë Socialiste. E keshja këtij veni është Edi Rama dhe Erjon Velia, që janë të punu me mafjen, edhe nuk merren me ne. Nes na ka varë shpatull fare vëlla. Nuk ekzistojnë për ata kun. Përveç tokës, a keni ndonjë aktivitet tjetër ju si fshat? Unë për veti kam me bakti timta, kam 10 kokë dhe nuk e di se me çfarë do i mbajt tash, ajo përmyt gjithçka. As bar, as jongjë, lënë se nuk diskutohet për se di vjet, se ajo nuk mund dalë, ajo kemi shkuar, ajo ngjare nuk bëhet fjalë për mu ngjall. Është si puna e fëmisë, që ta lësh në ujë, ashtu edhe bima. Liquhem, si gjithë fermerë tjerë, edhe unë njëjtë shqetësime kam lidhje me tokën, me përmbytjen. U bon disa herë që toka përmbytet.
Tani vinë, shikojnë, ikin, ne rrim me shpresën se do bëjnë diçka, ne jemi vetëm shpresë të i molli Zot. Kur ta largoj Zoti ujin do iki. Tu ka rreth 3 javë që toka është nën pushtetin e ujit dhe toka të mbjella me gur dhe me jonjë. A ka ndëmtim me bimët, se edhe jeni edhe specialisti i kësaj fushë. Tani, që të themi të vërtetën, nuk është problemi se kemi përmbytje vetëm tani, se përmbytje këtu ka pas gjithmonë, se toka është në nivelin e detit. 87 cm në momentin që po flasim, jemi në nivelin e detit. Bëhet fjalë për një sipërfaqe të konsiderueshme rreth 1000 hektar. Gjysma e fshatit Manati, komplet Tarenshi Spitni dhe gjysma e fshatit Margatomaj që këtu përmyten. Që të përmyten 1000 hektar është një diçka, me thënë drejtë, shqetësuese, shumë shqetësuese. Ashtë përmyt dhe herë tjera dhe nuk ka një të ujë më shumë se 24 orë. Ne të vitet e fundit përmytja është tepër më madhe. Edhe nuk ka një më shumë se 24 orë ujë në tokë, se kemi pas për ta nxjerrë si vdekja. Tani ka shku sipërfaqja 1000 hektar përmytje. Vetëm fushën e zemenit. Tani, si ka ardhur kjo përmbytje? Pse është zgjeru harta përmbytjes? Harta përmbytjes është zgjeru sepse nuk kanë punu asnjëherë sinqerisht me kanalet, nuk kanë disiplinu kanalet, nuk janë dërgu asnjëherë në kotën e caktuar kanalet, qoftë e dyta, qoftë e treta, qoftë kolektori i madh. Do me thënë, këto vitet e fundit është zgjeru 3-4 vitet e fundit shumë harta e përmbytjes. Ç'ndodh? Janë fut skavatorat, materialet pastruese kanë heqë vetëm kallamin se të kallzon. Hapja një kanalit kallzon tek sipërfaqja e dheut, edhe grumulli i dheut që del në kodrat kanalit. Kur të përfundoj kanali, merr me pa, a janë asë 2 makina dhe. Kanali 700 metra i gjatë. Çfarë dëmtimi kanë bimët tani që po bëjnë 3 javë në ujë? Dytërimisht që dëmtimi është tepër i madh. Flasim sidomos për jongjishtet i herë degradojnë përfundimisht. Po të morim bimën e grurit, në qoftë se grurit për 2-3 ditë i hiqet ujë, gjatë cilën ne se kemi në dorë, e ka tjetër kush në dorë, mund kemi shpresë se shpëton gruri. Mirë po, herën e parë i neti 10 ditë 11 ditë ujë. E dyta dytë sot mund shkojnë edhe 2-3 edhe mbase ujë nuk ik, i thonë 5 ditë. Dytërimisht që ne falimentojmë edhe me grurin. Apeli im është ky, që në qoftë se e kanë nda mendjen që të punojnë sinqerisht të punojnë me gjithmen, sepse taksat si që tha dhe parafullë që i kërkujnë me një sistem, edhe t'i kthejnë ato taksa në shërbim të komunitetit, t'i kthejnë në pastrimin e kanaleve ato taksa, t'i shujnë kanalet kulluse, sidomos kanalet e treta dhe dyta në kotën e caktuar, atëherë dytërimisht që reduktohet edhe përmytja, ujë ikën më shpejt, jo se s'do të përmytimi, po ujë ikën shumë më shpejt, mund t'i shpejtojmë. Nërsa për qëndërojnë e tje lartë, s'kam shapel mi i ba, shapel mund t'i bëjmë në kryeministrit tonë ndërur. Çfarë apeli mund t'i bëjmë? Ai ka shqetësime halë më të mëdha, ai ka probleme për të zgjidhur konfliktin mes Turqisë dhe Greqisë, ai ka probleme me Jugosllavinë për zgjerimin e hartës tokave dhe ne ka probleme serioze, ai shenaf mira më shaka ti. Ai nuk di gjë se ku bjen hartë fshati jon. Ai nuk merret çfarë përmyte, ai ka probleme me kardinalet tjera me mafjen. Probleme ka i me përmytën e me ne, ku na njeh ne aje. Ai gjenafi, shallarun Zoti. Shallarun Zoti, ai ka probleme serioze edhe në kokë. Keni ju? Unë jam Andel Gjafer në Spitër. Sa keni tokë të mbjellur? Kam tokë të mbjellur me 2 modelim tokë, jonjë edhe grunë. Mërna 30 ditë, ma shumë ka një të nujë se sa toka thatë. Po blektori keni? Blektori kena lope, kena baktije, me shumë jëmë bajtësh. Nuk bënë mua toka. Toka është me mbjellë një se kur të vije puna në breu. Po baza ushqimore ka nisë që të kalbet nga shiu e përmbytje? Baza ushqimore është në përfanim edhe s'kina mo asnjë lloj gramit. Edhe sa muaj mund t'jenë që do t'i mbani me ushqim me regjim stallor për i dimrit? Do të mbani 3 muaj. Bazë ushqimore për sa mund t'keni? Bazë ushqimore s'ka, a ka në 20 ditë s'ka. Cili është apeli juaj për bashkinë dhe për qeverinë qendrore? Apeli jonë është që të nezin hidrovorin e mos ta lënë hidrovorin thekë, se këto nezin ditën e fekin natën. Se popat janë mundreja edhe nuk po lënë. Po kanalet kulluse i keni pa që të pastron ndonjëherë? Kulluse i ka pastru Frans Froku para 3 vjeç edhe nuk ka mund ku fëdor mas e lloj kanali. Ka 3 vjeç që nuk janë... Ja, nuk merret ku më të punë. Thonë, socialista thonë, knet është knet dhe knet dhe të ngeli,
Atje mos nou mooi dagsat tog of eskur. Ju faleminderit. Vëllai me këtu? Tu jemi në fshatin Sfiden, ja ku duket bilet fshati Sfiden komplet. Fshati Sfiden një njësisë administrative Zemen, tu që nga komuna mi fjalë e Zemenit, që në Zemen e deri në Manati, të gjithë toka janë me 100 hektar të përmytëra nga rreshtet e këtine 2 ditëve që kanë ra. Këto tokë janë të mbjellura. Të gjitha në mbjellë me jonjë dhe me gror. Nuk do më thënë këto se kanë një shirat kështu janë në pushtetin e ujit. Këto qysh në për vit të rjek tej janë përmyt 3 herë. Dhe përmytjet janë mi fjalë, tu nuk ban fjalë për me thith ujt, dhe më thënë pompat fare, nuk i nezin fare, veç i nezin ditën, sa t'jen që janë në kontrol tonë, natën si t'ulla me fletna, ato e thigin edhe këtu në rrinë e përmytut. Ja, sa dush, nize pompën ditën, e si të fikish natën e nuk kurën ma. Nuk hikuj.